Radhës së Lidhjes Demokratike në Biliq. O Biliqi është bastion i LDK-s dhe s'di të votojnë ndryshe dhe ne vetëm do vazhdojmë kontinuitetin e qeverisës së mirë në komunën tonë, në qytetin tonë. Do të bëjmë këtë disa nga arsyet që janë të rëndësishme dhe që do bëjnë elektoratin që prapë votojnë për ne. Është çështja kryesore që ne si parti, fillimisht së deg e LDK-s në Biliq, jemi jashtëzakonisht mirë të përgatitur për këtë proces zgjedhor dhe të konsoliduar në gjithë aspektet e mundshme. Po ashtu Linja Demokratike e Kosovës në nivel qendror, fal reformave të shumta që ka zbatuar këtë kohë e fundit në udhëheqjen e kryetarit tonë të nderuar zotëri Isa Mustafës, është jashtëzakonisht e përgatitur me prioritet të qartë që ne bashkarisht ta bëjmë hapin e parë, që është fitoria në pjesën dërmuese të komunave të vendit tonë, për të ardhur te hapi i dytë kolosal, që është kthimi apo rikthimi triumfal i LDK-s në udhëheqjen e vendit, nga se ka herë skena politike e Kosovës dhe vendi jonë po e pret me padurim, nga se jeni dëshmitar të një qeverisje, nëse mund të quhet qeverisje, e kësaj qeverie që realisht nuk ja vlen më të mendohet për te dhe zgjedhjet e ardhshme besoj që do ta merr vendin e merituar. Dhe shtëpitë e mira që ka një zotëri shtëpis, kur s'ka nevojë që me ndru zotin e shtëpisë edhe me bëj eksperiment. Edhe unë mendoj se po Biliqi në asnjë rast nuk ka nevojë që të futet në eksperimente me kandidat tjerë, cilëve ju nevojitet një kohë shumë e madhe që ta dinë çka do të bëjnë, edhe të cilët në bazë të asaj çka kemi bërë deri më tani nuk tregojnë performanca që ata mundën edhe din të qeverisin po Biliqi. Njerë që din të qeveris, na jemi të bindur se është Mehmet Krasniqi e ka përkrahin e plot tonën, edhe kërkojmë që ta ketë përkrahin e plot, edhe të mazgjitit tujt, edhe të gjithë qytetarëve të komunës po Biliqi.